A gjestën e kom po që orzuam, dhe pa ti kam shumur, këtë pa e shumur kështë orzuam. Nësë më shërbu se pamë kur valigje se shkili. Këta 2 mujnë me dho, mendim. Po kjo avokati, psikolog, avokati nuk o që më një mu, se ka thonë ati më së të mbrok në vej për penalit. Ma le më vojnë mua, të kështë. Nuk marrë pjesë. Pak më mëjë të ligjet. Tu e gjatë që i një mu, të me avokatës liberite, psikologi. Një për procedura, mos anë. Pasisit kërët. A dhe që ti vetë me vete, e shqyqyrë që ndu dhe shonë më vjetë une. Dhe ju lumë dhe avokata. E ku pas një një farë se shtë, ta ingoj një unë i lojme. Dhe, sa, s'pas ka po sot, s'ka mytë kërkur. Do në tek një fenomen që të më thonë ka ndodhë, realisht ju që na po dojna me botë modë ose me po buj, po ndodhë një fenomen të më thonë atje në Top Channel në Shqipëri? Dhunë, do më thonë, drejt për drejt në televizion? Po, ja, Çka mendon ju për atë rast, avokat? Të fillojmë për ti. Por është edhe, nështë edhe lujë e show që po zhvillohet dhe është bot ashtë si praktik që me pas konflikte mes... Show që është të mja qitë synin për taj njeri ta? Po them që mund tjetë pjesë e show, po aja ke faktikisht një vepër penale, e cila u trajtu si vepër penale, dhe u arrestu në mënyrë publike nga policia Shqipëris, u trajtu, dhe u largu më duhet. Ishte të u largu se nuk e kumë përcjellë me vëmendje, por besoj që dhuna në shoqëritë demokratike shqyqër, edhe të shqiptarë pra në Shqipëri dhe Kosovë, është e patolerueshme, është e sankcionueshme dhe secili ka më nënshtru procedurës penale. Dhe jozja, si quhej, ju nënshtruan të njëjtës procedurë, ndërsa aspektet tjera janë për të... Ja, monit për shembull se ku dëgjoj ose që diçka është përpara në kodin penal të se din këto aktuale, nuk e kumë po, por në kodin penal përpara të Krahinës ka shkruajtur që rroja është marrëveshje fizike ndërmjet polëve. Ku ka interesant se tërë që kjo. Pra, kur përfundon me fjollë, dhe, bojmë marrëveshje fizike, i bjetë si këmë të aji, këmë ma aji, këmë të gushtu. Pra, është një, pra, kur përfundon fjollë, smerë është me fjollë, ja hen dikuj, atërë kemi të bëjmë me marrëveshje fizike. E bile, na shqiptarë dhe këna pas, kur bisedojshëm që me vjetë, shumë hajtë se merëm fizikisht veshën e të po. E pa, mund me përdurë kjo për shambull gjithë si denigrimi figurës, si personalitetit. A është vej për penale kjo burë, me... Për kanë? Për qëtë personin fjallë që i kam shua ti? Po ja, tash të është krysi vepres penale, trajtohet në procedurë penale, besoj që ka më dënu me nëjë burgim me kosht apo me gjobë, se di që ka kodi penale i Republikës Shqipëris, gjeste është viktim këtë rast, dërsa aspekte tjera janë të shumë, tash s'po di është. Në tarë më përshamë, mund me përdur gjeste nëjë diçka? Për çka? Po përshamë me bona i padi për denigrim figurët, personalitetit. Po mundet, sepse nuk është lehtë para 2 milion shqiptarë në tamë shumë shpirtërore, shumë e vërtetë është. Në bazë të ligjeve të Kosovës, po dhe në Shqipëri besoj që janë, e kemi ligjin për mbrojtje të detyrime. Pa dosh me ofenduar dhe media tjerë dyqysh në Kosovortin apo si tabele qitës. E kemi të rregulluar me këto, por shumë pak Kosovë përdorëm, në 183 është dhimbje shpirtërore janë të kompenzueshme me të holla. Por duhet një procedurë, duhet një raport psikiatrisë, kanë punë ekspertat si këto që është Naimi, të laku i nderuar. Unë zakonisht i sugjeroj po, dhe kam 2-3 raste të fituar për dhimbje shpirtërore edhe në kontest punë, që është shumë interesant. Kalim të psikologu, se bashkë psikologu ti takon me full, dhe me thonë, sa ndikan dhuna e shfaqur nëpër televizion, nëpër media. Dhe thonë, sa ndikan në personalitetin e fëmijëve tonë, njerëzve tonë që e shikojnë për shtëpisë ne. Ko gja shumë. Dhe me thonë, dhuna që shihet se fëmija kur e këshyr dikon në televizion, e ka një farë admirimi, një farë përqimi, një farë për ato që është aty. Shumë e vërtej. Paka shumë gjithë se cili ko qef me konë që ashtu si ajë që shfaqet në televizion. Si model e merë, po. Edhe e merë bashkë si model. Edhe që këmë menoj që është paka shumë problemi kohës moderne të na. Shumë e vërtej. Se në të kalumën, do me thonë, në ekran televiziv jenë shfaq artista meritorin, shfaq njerëz me kogja prapavi meritore, qoftë prej artit, prej kulturës, prej politikës, prej qka të qoftë. Asot, do me thonë, në ekran për gjithë se cili. Sot, ajo që po shfaqet në ekran më nuk ka të bëj me kur farë vlere, po ka të bëj me ato se so klikime i merë, so njerëz e këshyrin, edhe fatkeqësisht, do me thonë, shumica gjonat që pe kemi sot në për media janë ma shumë anti-vlera se so vlera. Absolutisht, fajtu në plotësisht. Edhe kjo është njëna prej arsye pse na për herë më shumë po ndëgjojmë për dhunë mes adoleshentëve, dhunë mes fëmijëve, për dukuri degeneruese si dhunime, për dhunime të tjera. Ndikan të mëllë atë fenomeni vetvrasjes që po ndodhet tash psikologjisht? Po mos të mëllë, te fenomeni i vetvrasjes më shumë ndikon kjo
Do me thoni farë se na kena nevoj me pas, mës më na pëlqy dhuna shumë, na u dok diçka huja, a keqe. Po kur ti ekspozohesh për ditë dhunës, dhuna ne, dhunë televizion, dhunë internet, dhunë, do me thonë ti diqysh e hup ndjeshmërinë ndaj dhunës, të bëhet koqa shumë normale. Po. E te vetvrasja ma shumë është e lidhur kur përdorimi i rrjeteve sociale. Do me thonë, sa ma shumë që njerëz përdorin rrjete sociale, pak bën një lloj izolimi prej njerëzve tjerë. Do me thonë, ti sheh aty në Instagram, Facebook, të shit njerëz, jo të shku qatë shëtitje, jo të kënaq me ato, të bë këtë punë, të shku herë një vikend atje, herë atje, të morë shumë pëlqime që ka do qoftë, dhe adoleshentat njihen për herë që janë më inferior, që s'po mujnë me pas jetën që be kanë njerëz të tjerë, njihen që kanë met për mas, edhe kjo bën me u izolu. Mastaj shumë raste në këto rrjetet sociale, do me thonë, ka një farë ngacmimi, dhunë online, ku dikush një fotografi që s'bën një qitja qëtë online, që e kërcenar me komente, që e abuzon në forma ndryshme, dhe këto mujnë me qu, do me thonë, një person deri te vetvrasja. Hoxh, po kthehemi tek fenomeni, do me thonë, i njerëzve që realisht ty ta kanë më shumë kjo fush, ka shumë njerëz, do me thonë, që edhe po e kesh përdorin fejen? Muslimani duhet me qenë i sinqert. Do thonë... Përdojnë jo gjëllar për një shumë apsirë, ta në dikura për bini pishmonit. Ka dhe kësira, ose për shano që e më bështet një ku. Po kjo është gabim... Delaj bonë t'i mam. Kjo është gabimi madha, mërëvesh. Çdo musliman duhet mu trajtu njëjtë. Do thonë, pa marrë parasysh, a ka qenë figurë publike, këngëtar, ose më stamë diçka tjetër, do një profesion tjetër, duhet mu trajtu Fere ju lahoq. Po dhe njëjtin mënyrë, mërëvesh. E tashti ne japëm shumë e favorizojmë një person. Se mojt i frundi, ha? E pastaj mendojmë se me të vërtet njeri është këthy në fejnë islame. Elçe Bajramin. Edhe në fund është i lënë në lloç. E kjo është gabim është. Muslimani duhet me qenë musliman saher. A është ma haram, më falë avokat, a është ma haram dhe me thonë më qenë shtu sikur na, ma keq, dhe me thonë mos me qenë fort praktikus, po me qenë dhe me thonë qyshim të nkun, a dhe me thonë me dalë, me thonë unë e moj kum lanë krejt, edhe po këthejnë në feje, me lanë të në fejnë, mu këtu japet që ty kohon. Cila u ma keq? Ma keq është se është një ajet në Kur'an. Thët, Rabbena la tuzigh qulubana. Kjo është dua. O Zot, mos na i lako zemrat. Ba'de idh hedejtena. Pasi që ti na udhëzon. Kjo është rregull është. O Zot, mos na i lako zemrat. Pasi që na udhëzon. Ti i udhëzu, edhe pas të japet lakon për të vërtetës. A ka mundësi më konë uzem hoq me përdur fejen për klikime, Nuk është e mundshme se njëri deklaratat e tij janë shumë në vend.